Mund të duket si një rrugë e vjetër, por nuk është e tillë. U deshën 16 vite dhe plot 260 milion euro për ta ndërtuar, por u shkatrua vetëm pas 4 muajve nga inaugurimi. Është rruga e artë Qukës Qafploç, të cilën qytetarët nuk e gëzuan dot siç e gëzoi kryeministri dhe ministrat e tij, kur u hap verën e vitit 2025. Kjo foto e realizuar në fund të projektit tregon jo vetëm një të qarë në këtë rrugë, por më tepër se aq, tregon vjedhjen, abuzimin dhe keq përdorimin e pamëshirshëm të parave të shtetit. Rruga që çon drejt Juglindjes nuk është e vetmja në fatin që ka. Në vijim, ky ulumtim sjell shkelje të rënda dhe dështime të përsëritura në ndërtimin e rrugëve dhe tuneleve në Shqipëri. Projekte që sipas dyshimeve zyrtare nuk janë ndërtuar për të shërbyer qytetarëve, por për të ushqyer një skem të qëndrueshme, keq përdorimi fondesh publike dhe për të mbushur llogaritë e pushtetarëve. Që ndërtimi i rrugëve në Shqipëri është një sektor me risk të lartë korrupsioni, kjo dihej prej vitesh. Por pikat mbi i vendosi SPAK, me nisjen e hetimeve dhe ngritjen e akuzave zyrtare ndaj ministrës së infrastrukturës e energjisë, njëkohësisht numrit 2 të qeverisë, Belinda Ballukut. SPAK ka ngritur akuzë penale zyrtare ndaj Belinda Ballukut për veprën shkelje e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike në bashkëpunim. Kjo akuzë lidhet me procedura konkrete prokurimi me data, fonde limit dhe kontrata specifike. Hetimi përfshin 2 nga projektet më të mëdha infrastrukturore të dekadës, tunelin e Llogaras dhe Unazën e Madhe të Tiranës. E nisim me tunelin e Llogaras. Nga aty, u nis në fakt edhe SPAK. Tuneli që para pak ditësh friksoi edhe çuditi ustarët pasi në të vërshoi ujë na kushtoi 19 miliard lek. Siç zakoni i qeverisë do, kjo vepër e rëndësishme strategjike kombëtare u inaugurua me këngë valle. Edhe në këtë rast, gëzimi nuk zgjati shumë dhe shpejt mori trajtën në një afere të rëndë korruptive. SPAK dyshon se gara është manipuluar, barazia mes operatorëve është cënuar dhe ministria ka pasur rol aktiv në orientimin e procesit. Në një projekt me fond limit gati 19 miliard lek, çdo deformim i garës është dëmtim direkt i interesit publik. Nga dokumentet e publikuara në media rezulton se skandalin, por edhe rrezikun që paraqet tuneli i Llogaras, e njoftoi së pari një përfaqësues grek i kompanisë mbikëqyrëse të punimeve. Raportohet se ai mbeti i shokuar dhe i alarmuar, teksa njoftoi ish kreun e autoritetit rrugor shqiptar Evis Berberi, duke shkruar se kontraktori duhet kuptojë se projekti nuk është thjesht një vrim, por është një tunel i cili duhet të ndërtohet sipas specifikimeve dhe praktikave ndërkombëtare në respekt absolut për çështjet e sigurisë. Hetimet e prokurorisë së posaçme tregojnë se qoftë tenderi për ndërtimin e tunelit, qoftë ai për mbikëqyrjen e punimeve u paracaktuan. Mesazhet e kapura në telefonat e Berberit tregojnë sipas SPAK se ky i fundit është karakteri kyç dhe një prej përfituesve të aferave. Procedurat e tenderimit të mbikëqyrjes filluan thuajse në të njëjtën kohë me tenderin për punimet. Ato përfunduan në dhjetor 2021, por fituesi ishte i qartë që prej kontakteve të para mes Kirkinezit dhe Berberit në gusht 2021. Problemet nuk ndalen në jug, edhe tuneli i Murizit pjesë e rrugës së Arbrit po shfaq dëmtime serioze. Foto dhe video të publikuara së fundmi tregojnë çarje të betonit në pjesën lindore të tunelit. Edhe pse zyrtarisht dëmtimet lidhen me punimet në tunelin e emergjencës, ekspertët vënë në dyshim standardin e ndërtimit të një vepre që bashkë me rrugën e Arbrit ka kushtuar jo pak, por rreth 450 milion euro. Punimet nisën në vitin 2019 dhe tuneli u hap më 14 mars 2025, 6 vite më vonë, në një moment politikisht të ndjeshëm, në prag zgjedhjesh. Dyshime për abuzime të rënda SPAK ka edhe për ndërtimin e Unazës së Madhe të Tiranës, një projekt i madh që synon të lehtësonte lëvizjen e qytetarëve dhe të shmangte trafikun në qendër të kryeqytetit. Të 7 lotet e Unazës kishin një gjatësi prej 8.5 kilometrash dhe u tenderuan për një kosto totale prej 170 milion euro. Nga hetimet vrehet se ministria Belinda Balluku dhe varësit e saj bën gjithçka që procesi të mbetej nën kontroll. Nga 8 pjesëmarrës në garë, 7 u skualifikuan sepse nuk përmbushnin kriteret. Prokuroria thotë se hetimet tregonin qartë se ministria dhe varësit kishin ndihmuar fituesin në mënyrë të paligjshme. Shtetësia Belinda Balluku në cilësinë e ministres së infrastrukturës e energjisë në bashkëpunim me titularin e autoritetit kontraktor, shtetasin Evis Berberi, antarët e njësisë së prokurimit Jonida Avdolli, Adrian Kroj, Denis Xhoxhi si dhe antarët e Komisionit të Vlerësimit të Ortakëve, shtetasin
Eral Delezi, Clarita Konomi, Miranda Shkurti kanë krijuar avantazhet e privilegjet të padrejta për Bashkimin e Operatorëve Ekonomik Fitues, EU Teorema, Peqin SHPK, Pevlaku SHPK dhe Nova Construction 2012 SHPK, duke vepruar në kundërshtim me ligjin, thuhet në dokument. Rikthehemi aty ku e filluam, te rruga e Qukës qafplot. Kujtojmë se kjo rrugë gjatë vetëm 43 kilometra kushtoi 260 milion euro dhe u hap në verën e vitit të shkuar. Mjaftoi shiu i parë i vjeshtës së vitit 2025 për të kuptuar se rruga nuk do të kishte jetën e gjatë. Në të, nisën të binin dhera dhe gur, por aksi vijonte të ishte i kalueshëm. I pakalueshëm u kthye shumë shpejt, në fillim të këtij viti, kur shiret sollën edhe më shumë inerte nga skarpatet. Në një rast, inertet rrezikuan seriozisht jetën e një udhëtari. Rruga u bllokua tërësisht për t'u hapur disa ditë më vonë. Nëse një vepër nuk i reziston rreshjeve, kërkon ndërhyrje emergjente dhe bllokohet pak muaj pas hapjes, atëherë problemi është projektimi, mbikëqyrja apo nxitimi për inaugurim. Çdo njëra prej këtyre ka kosto shtesë, të cilat nuk përfshihen në kontratën fillestare, nuk shfaqen në fjalime, por paguhen nga taksat e qytetarëve. Edhe pse u pastrua nga balta, aksi vijon të jetë i rrezikshëm, pasi një pjesë e rrugës ka rrëshqitje dhe është qarë. Rruga është pastruar nga shkëmbin dhe balta, por duket se me të njëjtën lehtësi nuk do të pastrohet nga hijet e korrupsionit që e kanë mbuluar prej muajsh. 4 projektet e mësipërme që kanë kushtuar qindra milion euro janë dëshmi se në drejtimin e Belinda Ballukut, infrastruktura shqiptare përballet me akuza penale për tendera strategjik, kontrata me konkurrencë të dyshimt, vepra shumë të shtrenjta që dështojnë shpejt. Por problemi nuk është vetëm korrupsioni, që siç faktet tregojnë, është kryer shëmtuar dhe ashiqare, por mungesa e sigurisë dhe rreziku që rrugët tona mbartin. Një rrugë që rrëshqet, një tunel që fut ujë dhe një tjetër që plasaritet pak muaj nga inaugurimi, të bëjnë ta mendosh 2 herë, nëse duhet të kalosh në to apo jo. Në të tilla kushte, duket se më tepër siguri ofrojnë projektet infrastrukturore të ndërtuara në diktaturën e Enver Hoxhës, të cilat mund të çojnë në destinacionin e nisur, pasi rrugët e reja, këto të artat, se i ndjek të çojnë te korrupsioni, ose më keq akoma, në botën tjetër.